Ajo që më shqetëson mua është kjo. Suksesin as do e njohin. Po nuk dua mos ta njohin suksesin. Ajo që më shqetëson mua është që juve thoni që duhen 30.000 vota. Kjo më shqetëson. Po, 30.000 vota. Se më shqetëson, sepse duke thënë 30.000 vota, ju mendoni që koalicioni Lanza për Shqipërinë Madhështore nuk do marri më shumë se 15-16 deputet. Se nëse do merrte më shumë, 17-18, i duhet që në më pak. Jo. Partia e Lirisë dhe stafi i Ilir Metës, pra ata që tregoj sot. Si për 12-ës, nëse do merrte 7 deputet. Do t'ja bileka. Unë mendoj që Ilir Meta nuk kandidon për të kaluar pragun për të hyrë deputet. Kandidimi i Ilir Metës është një mesazh shumë i qartë për gjithë skrapalinë në radhë parë. Që në 30 vjet jetës politike të vet, Ilir Meta ka dhënë maksimumin për ta dhe sot është momenti që skrapalit t'ja kthejnë mbrapsht kontributin e Ilir Metës me një vot. Nuk po ju kërkon Ilir Meta, as të rëmbejnë armët, as të paguajnë, as të bëjnë asgjë, vetëm të shkojnë të votojnë ke kutia votimit numri 1. Dhe janë aq shumë skrapali, sa që nuk bëjnë 30.000 vota, po bëjnë 120.000 vota po duan në Tiranë. Ku? Dhe në Tiranë, vetëm në Tiranë. E kanë për detyrim moral skrapalin sot më shumë se kur për Ilir Metën. Që ditën që ka qenë deputet i Skraparit, që nuk i është ndarë që me ngjarjet e Poliçanit. Ka detyrim moral në këtë vend tani. Si, po s'ke ti më, po Skrapalit unë mendoj që kanë aq moral për ta dhënë këtë detyrim moral ndaj tij. Nuk e ke ti, po unë mendoj që Skrapalin të kanë. Se i njoh Skrapalin, kam jetuar me ta. Dhe sot më shumë se kur, Skrapalit nuk kanë ndërmend as ta ngrenë hopa, as të bërtasin të shajnë Edi Ramën, as të shajnë Sali Berishën, vetëm shkojnë të japin votën. Vetëm shkojnë të japin votën. Ndërsa, për sa i përket Dibranëve, Dibranët zotëri, Dibranët do ta bëjnë punën e tyre, aq sa kanë ata takatin e tyre për ta janë të vështirë, nuk janë të lehtë, nuk janë të kollajshëm, por fund vitës kjo është detyra ime. Kjo është detyra ime dhe përveç këtyre janë të gjithë ata socialistë të ndershëm, të cilët sot nuk janë pjesë e listave të Partisë Socialiste, nuk e gjejnë veten aty, kanë qenë shok të Ilir Metës, kanë qenë bashkëvuajtës të Ilir Metës, kanë qenë ata që kanë themeluar Forumin Rinor Eurosocialist Shqiptar, kanë qenë ata që futën Partinë Socialiste në Internacionalen Socialiste, janë gjithë ata të rinj dhe të reja që sot janë kudo, të cilët përsëri kanë një detyrim moral dhe shoqëror dhe miqësor për t'i dhënë votën Ilir Metës. Nga ana tjetër është dhe një kontingjent, po përsëri tjetër, janë të gjithë ata mjek, pedagog universitetesh, polic, familje dëshmorësh, që në kohën që Ilir Meta ka qenë kryeministër, ju ka dhënë shansin dhe mundësinë, të cilët që kur filluan në lëvizjen që ishin të parët pedagogët e universiteteve që lëvizën me viza 2 vjeçare, kur bëheshte trafiku i vizave në mënyrë më të madhe, ishin gjithë ata polic të cilët i ndihmoi dhe u dha statusin dhe u rriti rrogat apo edhe për familjet e dëshmorëve të policisë ju dha shkollat edhe pensionet për fëmijët e policëve të vrarë, dhe janë shumë të tjerë të cilët kanë gjetur veten në të gjitha politikat që Ilir Meta ka bërë për ta. Dhe unë mendoj sot vota për Ilir Metën nuk është vot politike, fare, unë nuk e kam vot politike për Ilir Metën, po tjetë për vot politike nuk e votoj fare, vota për Ilir Metën sot është vot morale dhe vot njerëzore. Jo se Ilir Meta ka nevojë për votat tona dhe dhuratat tona, absolutisht e di shumë mirë atë se Ilir Meta është shtetar, do flasi për politikë, për integrimin evropian, për kushtetutën, që shkataroj çdo gjë, ja ku e ka kushtetutën, Edi Rama se konsideron fare kushtetutën, e ka elementin më të, pra vot sot për Ilir Gjera shumë çuditshme po thotë kjo grua sot. Mori LSI-ja në 2021-shin. 28.000. Gjera shumë çuditshme po thotë kjo grua sot. Po, mos harroni se në 2021-shin ne kemi pasur keni qenë gjithë bashkë në kërkim të shtetit. Ashtu do jemi prapë gjithë bashkë, edhe me 11 maj, siç kemi qenë në 2021-shin, me një përjashtim të vogël, të cilën e kanë efektin të pakonsiderueshëm zero, sepse ne ndjekim, se unë ndjek edhe në teren kudo që është. Njerëzit do organizohen, po mblidhen të gjithë, edhe kur kanë ndonjë kështu, në i myskojnë që të vjekë veshi, domethënë. Edhe thua nuk po punojnë, edhe thua do punojmë shumë më tepër. Do marrim shumë më tepër. Po do punojmë LSI-ja, më Andi. Do punoj LSI-ja, se kush do punoj? Kush do punoj në rrogtarët se kush pretendon? Mori 28.000 vota. Po pra 28.000 vota. Po mos haro që në 28.000 vota ti nuk kishe Ilir Metën burg. Në rregull? Nuk e kishe të marrë zvarr Ilir Metën ti. Po. Se ajo marrja zvarr që i kanë bërë Ilir Metës, rrëmbimi ka friksuar më shumë Partinë Socialiste. Ka friksuar më shumë Partinë Socialiste se sa njerëzit e Ilir Metës. S'kishte votë njerëzore domethënë, ë? Kështu që nuk ishte vot politike. E para dhe dyta mos haroj që kishte edhe këtu damllan përpara që ishte me thik me veten në gojë.
Që mos votoni, më mirë shkoni votoni Edi Ramën, thotë se sa të votoni LSI. Sa mdha e su Lulberse. Pa tjetër. Ta mlaja për gjithë opozitën Nga kjo që keni bërë, ju e keni dalë në teren për zotin Ka marrë vota më shumë se ju në. Nga kjo që keni Jo me ty, bashkë me ty. Me kësa që do marrin tani. Ja dhe shosh. Po se kanë hiku gjysma. Qindje do t'jetë më shumë. Nga kjo që keni bërë në teren, që keni parë deri tani, sa mendoni se merr, sa deputet mendoni se merr koalicioni opozitar në Tiranë? E para varet nga pjesëmarrja. E dyta varet nga puna që do të bëjë tashmë opozita çdo ditë. Unë mitingu hapjes më ka pëlqyer shumë, se të gënjej kot, isha skeptike. Se të pëlqeu vallë? Po më pëlqeu. Se? Se ishte me qytetarë të Tiranës. Ishte Pra, ndryshe nga gjithë Nuk kishte mitingjet ardhur nga rrethet. nuk kishte asnjë autobus nga rrethet. Domethënë e kam parë dhe ishte bio, përveç asaj dhe ishte Tiranë. Të mbledhësh aty pavarësisht se çfarë thon këto 15 në sheshin e Tiranës. Unë takova shumë njerëz të rretheve. Ku? Po ti ashtu takon më vlla gjithmonë të rretheve, po janë jetojnë gjithë Tiranë, në Tiranë ato. Se Tiranca nuk ka më, si çdo ti Tiranca. Po unë shikoj të mirë. Po se, drejt këtë. domethënë, tani Jo, këtë drejt, këtë drejt. e para, e dyta, qarkullimi i njerëzve i kalon të 20.000 dhe të kesh 20.000 tirancë që të qarkullojnë në një shesh, të kesh dhe aq shumë të rinj në atë shesh, është një fitore e madhe për 2025, duke pasur parasysh presionin psikologjik që ushtrohet, jo vetëm ndaj bizneseve, jo vetëm ndaj administratës, por edhe ndaj nxënësve, sidomos gjimnazeve, maturantëve atyre që votojnë për herë të parë, të cilët i kërcënojnë me të drejtën e studimit, apo edhe me shumë aspekte të tjera. Domethënë, unë sot kur kam dëgjuar se si një emigrante e kishte marrë goca xhajës vet që punonte në një institucion të Gramshit, punonjëse dhe i thonte të lutem vetëm më shëno emrin se do më heqin nga puna. Domethënë, çdo njësie administrative, pra çdo punonjës administrativ i kanë dhënë 50 veta për të regjistruar emigrant. Mendoj ti se çfarë i bën me votën. Dhe të dalë ajo Tiranë për mua është një domethënie shumë e madhe. Sikur vetëm ajo Tiranë, ata 20.000 veta, mesatarisht, se një njeri që vjen në shesh për Sali Berishën sot, për opozitën, minimumi t'i bën 10 vota. Nuk të them as 20 as 30, minimum t'i bën 10 vota. Pra vetëm ai shesh mund prodhoj 200.000 vota për Tiranën. Vetëm ai shesh. Por ajo sigurisht që do punën permanente ditë për ditë. Nuk do më takime. Ti bëj Sali Berisha takime, ti bëjnë drejtuesit e partive të opozitës takimet, konventat, programin, ta shpalli. Strukturat e partisë, antarët e komisioneve, militantët e partisë duhet të trokasin derë më derë. Duhet marrin telefonin dorë dhe alo, ku je, si je, çfarë po bën. E kanë shumë të thjesht për ta evidentuar ku voton Tona Bileka, ku voton Anditela, ku voton Ylli Rakipi, ku voton nga Kryemati. Mjafton të hynë në aplikacion, i gjejnë direkte dhe e kontrollojnë. Sikur ata 20.000 veta në shesh, ata 20.000 veta në shesh, nga 10 veta të marrin atë ditë në telefon. Një parti që i kanë mbyllur votimet disa kohë më parë. Kam mbaru punë. Jo, mirë, dakord. Po çon si ka? Mirë, jo. Pra ju nga përvoja që keni, si e shikoni sot, po të bëshin zjerët sot. Është shumë e kollajshme që të bëjmë disfatistin dhe të lëmë të vazhdojë e Jo, unë nuk bëj disfatistin, unë bëj... Po, çfarë do lloji që ketë? Si do që t'jetë lista e Partisë Demokratike, që për mua është shumë e mirë.